Selam aleikum, djali im thot 15 vjeç ka pa në ëndër Dejjalin. A është diçka e keqe kjo? Aleikum selam rahmatullah. Në ëndrat nuk i përgjigjemi, por japim ndonjë dispozit që ka të bëj në ëndrat. Me pa Dejjalin, kush e vërteton në djalit tënë që e ka pa Dejjalin ai? Me çfarë argumentesh ai e vërteton se e ka pa Dejjalin? Shejtani është ai që i bën vezvese njerit. Prandaj është mirë a keq. Po tek e fundit ajo është ëndër. Edhe nëse na mendojmë që është keq, ajo është ëndër, asgjë tjetër. Ëndrat e këqija janë prej shejtanit. Veç me të bë ty vezvese, me ta marr kohën, me të stresu, me të me shkru, edhe me humb kohë të gjithë, edhe me u stresu ju. Çfarë më bë? Gjuni bre për muri gjuni ëndrat e këqija. Sumani me to. Që në jetën përpara Allahu i bekoft.